يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Thuaj Muhammed, nëse ju vërtet e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që doni Allahun. Pra ndjekja rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kupton shumë gjëra. Pra ta ndjekmi rrugën e tij, pra fejen me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të ndjekmi këshilla dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetet e tij, thonjat e tij. Pra as sa mundemi, sepse na nuk mundemi në kështu 100% të ndjekim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por mu mundu, sidomos disa ndjekje apo disa çështje që janë shumë të lehta që nuk na morën as pak kohë, as nuk mundohemi, as nuk lodhemi, e pse mos mi bën ato kur kanë shpërblyer të mëdha. Sepse na shembulltinën më të mirë, njeriu si shembull për jetën tonë, qoftë sa dunjë apo të ahiret, e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu jalla sha'nu thot në një ajet kuranor: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ju shembullin më të mirë, shembulltinën më të mirë e ke shikuar te I dërguari I Allahun. Pra atë na e kemi model, e kemi shembull, qoftë në jetën tonë martësore, në jetën tonë private, në jetën tonë me shoqërinë, në jetën tonë në rrugë, në punë, në xhami, kudo që jemi, në shembull e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se për çdo sen ka hadithe apo ka transmetime nga pejgamberi alayhis salam, si ka hongër, si ka pi, si ka net, si ka flet, si ka dalë prej shtëpisë, si ka hyrë në shtëpi, si ka hyrë në banjë, si ka dalë prej banjës, si e ka marrë abdesin. Gjitha këto, çdo aspekt jetës tonë, na shembull e kemi Muhammed alayhis salam. E kushdo më ndjek dhe me qenë I lumtur në dunjë dhe në ahiret, shembulltinë më të mirë ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sot inshallah do të mundohemi të folim diçka lidhe me disa sunete, nëse mundemi të thojmë të harruara apo të neglizhuara, që kemi lënë si anësh. Të cilët sunete, tham, nuk mori shumë kohë, as mund, as nuk harxojmë ndaj parë, as kur gjë. Vetëm disa thonjë, disa fjalë apo disa gjeste me niyet se janë sunete I pejgamberit alayhis salam, do të kemi shpërblime të mëdha. E shumica prej tyre me të vërtetë I kemi lënë anësh. Apo I praktikojnë vetëm donja kur takohem me donja që është praktikan I Islamit, me atë I përdor, me ato shprehje, ato gjeste, ato lëvizje. Ama pastaj me qenë njerëz muslimanë të tjerë që nuk e praktikojnë, nuk I përdormi. Nuk kanë qëllimi se me kanë jetonet përdori me atë. Nëse rri me dinka tjetër mos I përdor. Jo, qëllimi është unë si musliman duhet mi bën çatone sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka bën. E unë tash për ndjeki gjurmët e pejgamberit alayhis salam, në hecë, tham, në veshje, në neje, në gjithçka. Një prej tyreve që rrallë herë përdorme, apo vetëm na për xhami, apo kur ta takojmë ndonjë hoxh, ndonjë plaks haxhi atë, I përdormi, ajo është përhapja e selamit. Përshëndetja islame, e cila përshëndetja është paqë, e cila përshëndetja është luqje për vëllezërin tan musliman. Pejgamberi alayhis salam thotë: "La tadkhuluna al-janna hatta tu'minu." Nuk do të hyni në xhenet derisa të besoni. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dhe nuk keni me besu, pra besim të plot nuk do të keni derisa të duheni mes veti. "Wa la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum." Thotë atë që tregoj për diçka nëse e veproni, thotë keni mu dash mes veti, ka mjaftu dashurinë mes veti. Thotë afshu salama bainakum. Thotë përhapni selamin mes veti. Po përshëndetni mes veti o musliman, se kur ti thosh vllahtan musliman,
Assalamu alaikum, paqja Allah që mbi ti, do me thonë, o ti musliman, rrej qetë i sigur prej meje se nuk ta bajnë as një të keqe, as mendoj keq për ti, as nuk ta bajnë naj dredhi, naj të keqe që tash, por lirohu me mu, rrej sigur se po ta jap paqen e Allahut, pra po të përshëndesh me përshëndetjen islame. E pejgamberi alayhis salam këtë hadith po thot, nuk keni me hinë xhenet derisa të besoni. Pra vetëm besimtar musliman hinë në xhenet. Thot, por nuk keni me besu besim të plot, thot derisa të duheni mes veti, sepse muslimanët el muslim akhul muslim, muslimoni është vëllai muslimonit. E thot pejgamberi alayhis salam, a që tregoj shokët e tij po dhe gjithë ummetit e tij, a që tregoj për diçka nëse e veproni çat, edhe shumë e lehtë është, shumë e thjeshtë, thot nëse e punoni çat, thot kam ju shtu dashuria mes veti. Afshu selam, përhap në selamin. Kudo që jeni. Ka pas sahabët e pejgamberit alayhis salam, aq shumë se kanë përhap selamin, përshëndetjen e kanë përdor. Ndonjëherë kur e ka takuar, ka thënë selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, aja ka thënë aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edhe tu hez diku i ka dalë doni dron, doni pem. Njëri ka dalë me non, njëri me non. Atë do na shku drejt në drunit, edhe të na njëri të ato njëri tek ato. Edhe ku janë da, pra ku janë bashku, assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I ka dhënë selam. Pse është problem e para ki është problem. Se vape. E drita është një sunet i pejgamberit alayhis salam. E treta, po lutesh për Allahun tan musliman. E pejgamberi alayhis salam transmetohet në një hadith se erdhi një njerëz te pejgamberi alayhis salam, dhe ishin qenë sahabë aty në mezhlis, edhe hiri dikush ndër dhe tha assalamu aleikum. Pejgamberi alayhis salam ja kthejti, i tha wa aleikum salam dhe i tha 10, 10. E tha fjalën 10, 10. Pastaj erdhi tjetër, tha assalamu aleikum wa rahmatullah. Pejgamberi alayhis salam ja kthejti, edhe tha 20. Hini i treti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi alayhis salam ja kthejti dhe tha 30. Sahabët skuptuan se çka ka kjo 10, 20, 30. Atëherë kur e pyetën pejgamberin alayhis salam, tha pejgamberi alayhis salam, thot i pari ku tha assalamu alaikum, i fitoi 10 sevape. Do të thotë 10 sevape, dhe shpërblime. I diti tha assalamu alaikum wa rahmatullahi, i fitoi 20 sevape, 20 shpërblime. I treti kur hi tha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, i fitoi 30 sevape. Por nëse thu vetëm assalamu alaikum, i ki 10 sevape. Assalamu alaikum wa rahmatullah, 20 sevape. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 sevape. Sa në merë kjo ko? Hoxoheq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, i fitoi 30 sevape. Hala pa hinat me zhdis, hala pa hunq mirë. Në me thonë, këtë na e kena me harru, se kena harru krejt, po as nuk e kena lanë është bashkë krejt, po është mirë që në sëherë ku të takoj me musliman, edhe selami ka disa rregulla, ka disa, ne ka mësu pejgamberi alayhis salam kujna mi dhon selam, për shembull, i riu mi dhon plakut selam, ai cili i me një mezhlis mi dhon ai selam, ai që është një mi dhon shumicës, nëse janë 2, 3, 4, 5, aty mi dhon selam, ai cili është mbi kali, për shembull, apo mbi mjetin e transportit, jep atij që është në kom, ai cili është në kom jap selam atij që është ulur. E këtë këto ne janë rregulla që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra edhe se vape fiton edhe lutesh për vllahun tan musliman. Ama jo më thon selamu aleikum, paqja Allah që mbi ti edhe në krije, ç'ka bën tash, ç'ta mashtroj. Si ç'a bën ai çivi, ai diçka. Jo, assalamu aleikum, paqja Allah që mbi ti. Pra o vëlla musliman, rri sigur prej meje, mos u to. Rri lirë, se nuk ka me të bëjë asnjë dredhi. Pra, kjo është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam që na ka porositur dhe na ka mësuar që të përshëndetim mes veti, sepse kjo shton dashurinë mes muslimanëve, edhe është luçi për njërin tjetrin, edhe nëse e thot komplet selamin, atëherë ki 30 sevape. Një sunet tjetër që kemi lënë si anësh është të buzëqeshurit. Kur ta takosh një vëlla musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë është buzëqesh. Me kesh, nuk ka kesh pejgamberi alayhis salam. Rrallë ndoshta donjëherë. Ama buzëqe edhe thuhet të qeshrit e tij shpesh ka qenë buzëqeshja. Por edhe kur i ka takuar shokët e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, buzëqesh dhe buzëqesh ne ka llogarit si sadak lëmosh. Aq shpesh, aq mirë se ka nejti buzëqeshën me shokët e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në mezhlis me shokët e tij, si cili sahabi ka menduar se pejgamberi alayhis salam mu po më do më shumë se tjetrin. Çfarë sillet mi ka pas pejgamberi alayhis salam, ku ka nejt me një mezhlis,
si ka shiku shokët e tij dhe si ja buzëqesh me ato, si ka nejt i lirë me ato, secili ka menduar se mu ndo më shumë se këtë tjetër. Sa që në ditë Amr ibn As e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot: "O pejgamber i Allahut, a ndo mu më shumë a Abu Bekrin?" Pejgamberi alayhis salam thot Abu Bekrin. Thot: "A ndo mu më shumë a Omerin?" Thot Omerin. Thot: "A ndo më shumë mu a Uthmanin?" Thot Uthmanin. Edhe thot unala çati, Amr ibn As. Pse çka shtini kët me vet? O Amr ibn As, çka shtini me vet pejgamberin alayhis salam kanë don më shumë mu Abu Bekrin, a Omerin, a Uthmanin? Se kur ishën me xhlis e pasë pejgamberi alayhis salam se shikoi ke Amr ibn As, si u buzëqesh ke me ta, si u sill ke me ta, tu mendon ke se un jam më i dashurit te pejgamberi alayhis salam. Po njëjtë ka menduar dha tjetri. Njëjtë ka menduar dha tjetri sahabi, këtë më ran. Pse se pejgamberi alayhis salam kur i ka takuar buzëqesh, edhe ka thonë pejgamberi alayhis salam: "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa." Buzëqeshja jote në fytyrën e vllat tan është sadak. Pra kur ta takosh një musliman që është një buzëqesh apo origjinale që të buzëqeshja. Jo sigur këto që kanë në Evropë, di se puna, di se ushtruan, këto shkojnë në kurse, krinë, di si mi prit njerëz na për hotele, na për kafe, na për restorante, edhe false kanë, se puna, se vallahi billahi na shtasizo me tipa. A më tash puna e ka dhe duhet mu buzëqesh liçish. Jo, buzëqeshja në qetë e sinqert të dalë prej zemre, se vallahi nëse del prej zemre e buzëqeshja ka me prekat musliman në zemrën e tij. Ka mundi të rahatshëm para teje. Ka më shlushur këtë takati para teje. Hë? Ska më konë shërbimin tanë, ti me një buzëqeshje të vogël, ama sinqert. Ama këto false që janë, veç me ja bon qeshtone, se prejke, ose ndryshon kur gjanë. E për këtë thot pejgamberi alayhis salam: "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa." Buzëqeshja në fytyrë të vllat tan musliman kur ta takosh apo kur të rrish me ta, thot tash sadak, është lëmosh. Po ashtu thot pejgamberi alayhis salam: "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka bi wajhin talqin." Thot mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë, qoftë e vogël, ajo vepër e mirë, mos e nënvlerëso. Thot qoftë edhe takimi me vëllain tan me fytyrë të qeshur. Pra do kjo është sadak. Pra mos e nënvlerëso asnjë vepër të vogël, me thon, a vetë tash një buzëqeshje për namaz. Po më çe buzëqeshje, ka problem të madh. Çajo sjellje e mirë, një sjellje e vogël e mirë me vëllain tan musliman ka është sadak, është lëmosh, ki se vape. Çka të kushton? Kur gjë nuk të kushton. Ti pithu diçka, po edhe busi veç çeli buz. Ti s'po dhomin buz dhe njerë fëlqinja, s'po dhem dhe nga tu full për ta ma shpine. Nësë të filoni kështon apo shka bone, apo si zhveshe, apo si rrike, apo si hajke, si pike, si. Të thonë shka mos për ta s'po të luan fëlqin, e ta shkur të vite busqeshja, na duke shumë e shtrejnë. Na duke shumë e zorsh me dishka vështin një busqeshje. Busqeshja, a më tha me gjithë zemër. Busqeshja sinqer. Se këtë këto janë, dhe me thonë, këta takosh lanta musliman busqeshja. Ja fitua zemra. Selami, këtë thush, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, me gjithë zemra, edhe me njetë për Allah. Ja fitua zemra, e more më e shtinë, si thujnë të na në gjepa atë person. Pse? Se busqeshja sinqer, përshëndetja ke sinqer, edhe pas taj sjellja mire, ulja me as gjithë një vend të mirë, ku m'ule me full në fjallë të mirë, këto në pejgamberi alayhis salam, si i ka afru sahabët e tij, pse ato e dashën shumë pejgamberin alayhis salam? Sepse i kishte sjellje të mira, ishte mëshirë për njerëzit, ishte mëshirë për krijesat, ishte në gradët më të larta të moralit. Ka njerëz prej mushrikëve që kanë pranuar Islamin për pejgamberin alayhis salam vetëm shkaki sjelljes të tij. Hiç pa i fol për Islam, pa asjaluat e Islamit. Sjelljet e pejgamberit alayhis salam e pranojshin Islamin. Erdha një ku ishte të pushu pejgamberi alayhis salam në hijen e një pemës, edhe shpatën e kishte varur me një degë atë, edhe vjen një mushrik sahabët atje këtu pushu, edhe ky mushrik i vjen fshehur azë, ja merr shpatën pejgamberit alayhis salam, ja nën çavë dhe thot: "O Muhammed, kush ka më të pushtu tash nga shpata ime, nga dora ime?" Pejgamberi alayhis salam me plot bindje, këmbgulës, i sigurt 100% tha: Allah i ka më mbrojt. Ati i ra shpata prej dore. E mor pejgamberi alayhis salam shpatën, ja në ati në qafë dhe i tha: "Tash ti kush ndron nga shpata ime, nga dora ime?" I tha: "Mëshira jote Muhammed." Se i mëshirshëm. Ashabët vetëm u mbledhën, i patën nxjerrë shpatë, ta deri këtina me sulmu. Ai i tha: "O Muhammed, thot, mëshira jote i mëshirshëm. Morali jot, sjellja jote Muhammed tash më pështon nga kjo." Pejgamberi alayhis salam thot: "Shko se i lirë." Dhe pranoi Islamin. E sa raste tjera ka pas. Vetëm me sjelljet e tij, pejgamberi alayhis salam njerëz e kanë pranuar Islamin. E për këtë edhe ne duhet ta ndjekmi rrugën e pejgamberit alayhis salam, sidomos na që jemi, nëse mund me thonë, thers në Islam,
Se dia jemi për atin, a kemi rrit qatë gradën thirrës në islam. Po, sa do kudo, nëse mundum jam mësu qirve islamin, vetë ti kemi sjellët e mira, ta kemi prezent këtë bosqeshën, ta kemi prezent selamin, sjellët e mira, për me afru njerëz, dhe për mi fol dikuj për islamin duhesh me afru. E nëse hi sjellët e këshia, si ka mu afruaj të ti? As nuk afruat, e kur të rapë jamësën islamin. Mi bërtit, filan, nalë se kështu ka thënë Allah, kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Po s'vjen se të largohem me sjellët e tua. Vjen dikush në xhami, ndoshta para herë vjen në xhami, ka sejf të thonë të vjen në xhami, edhe na për shembull nuk e respektojnë, nuk e afrojnë, atë më dhon pak vlerë atë në xhami, se ndihur rahat këtë xhami, se sa është e jotja është e jemja, sa është e imamit është edhe e jotja, sa është e kryetarit e anëtarit e këtë, e gjithë është e një xhamia. Do të thonë ndihur rahat në këtë vend. Mos thuj, këto kanë këto xhami, so janë më të rregull, thonë janë më i rrallë tash. Ai çaj më në qosh për mua. Jo, hajde bërum sofin e parë, hajde nga të hoxhës, nuk prish punë kur xhon. E kjo e zbut, e afron njeriu edhe në xhami, edhe në ditë, i rahatshëm bes, si shpinë vet ka mundi. Në isë të vjen apete, mos ditë apete, pastaj vjen rregullisht, pse? Se vallai ishin njerëz sjellshëm. Na pse na për shtëpi tona ku na vjen dikushi, mundu më në komunitet, venin më të larta ulme, kujt diçka respektin më kështu maksimum një mysafir, ha? Pse për e kena më ka prit mirë filanin. Po në xhami prit të çashtoni. Nëse ti i xhamisë për shembull më i rregull ti në xhami, më shpesh vjen në xhami, i di ku është uji, ku është ajo, ku është banjo, ku është tjetër kjo, ka një rin xhami sejtë hutus, di ka me shku ku është banjo muradis, ku kjo. Shkon ndihmoj. Vjen një ma plak afroni karrikës, s'prish punë. Afroni karrikën të ulët, apo hoxha për shembull, kur të vjen dikush në fillim xhami mu buzqesh me ta mi thon hajde këto mi afol me asaj. Pse ndihet më i afërt na me hoxhën, më i afër me xhamatin e xhamisë. Apo hoxha ku të folet, tash na dëna po bën nervoz, s'kemi çka bën, njerëz jemi, po nuk duhet më bë. Për shembull ku ti fol xhamatit e pak me butësi, e pak me buzqeshje, t'ia fitojsh zemrën. E jo ku të vini xhamat shpesh ndodha për disa xhamia, shkon një xhamat i rinë në xhami, e ngon hoxhën të fol, me çat parin ders mo stricja sha. Thotë mos pungoj ki hoxha. Këtë nervoze, këtë mërror për në këshirë këtë thuti se na e kemi fajtë, thu se a i ka gajle të këtë dënjos, na s'kemi ish gajle. Edhe mu nuk i shkon. Amo kur të fule hoxha me butësi, për shembull ati xhamatin me buzqeshje, selamu aleikum, të afrohet, t'ja shtrëngon dorën, shishia e mirë, ku shije nga jep, se çka bën edhe, mu interesu për ta. Ai pak me ndi vetë, pas ka një shka kujdesën për mu, interesuar për mu. Edhe çka të bën kjo? E afron të xhamia. E nuk është qëllimi jon të afrojmë të xhamia, e fitum një antar, elhamdulillah në ushtru një antar. Jo. Ushtru një praktikant i islamit, ushtru një njerë që kujdeset ai për xhamia. I ushtru shoqërisë islame një njeri i cili po mundohet tash ta praktikon islamin. Mos ta morën atë kuptimin se vetëm antar. Me shtu numrin antarësia në xhami, ushtru një, alhamdulillah. Amo tona, mësona praktikon për namazë. Veç në ushtru një antar. Jo, mos jeta qëllimi jon. Mos jetë qëllimi jonë na njerëz të afrojmë xhami vetëm për parë, më amor parë antarësia. Se duhet të paguaj qirare, duhet të paguaj ta, duhet të paguaj. Jo, inshallah kur nuk ja parë, vetëm ta mësoj islamin dhe ta praktikon islamin. Ki leqet qëllimi jonë. Pejgamberi alayhis salam shokët e as nuk ju propozoi pasuri, pas nuk ja vlipi se kish qëllimin sinin të pasuria atinve. Qëllimin e kishte që mëson atë islamin, ta praktikojnë atë islamin, ta dojnë xhenetin, ta dojnë Allahun, ta dojnë Muhamedit alayhis salam. Pastaj pejgamberi alayhis salam ku tha kush e përgatit filan ushtrin na don 100 kuaj për ushtrin, u çu Uthman radhiyallahu anhu tha unë o pejgamberi Allah. Me ka këtë ato që kishte nevojë ato 100 kuaj, apo diva shkan kom. Prapë thot pejgamberi alayhis salam edhe 100 tjera, o thon Uthman thot unë. Edhe 100 tjera, Uthman thot unë. Thot Uthman me bosh ka bën masaj na Zoti e ka falë Uthman. Apo e ka fituar xhenetin. A pejgamberi alayhis salam pi fillit e amur Uthmanin, arse që janë para leka dalë ta afrojnë nga vetë. Edhe mi thon Uthman, do para me kemi nevojë. Jo. Thuni o një shkaj thoi ke pejgamberi alayhis salam ku del ke banorët e Mekës kim le thoi, "Ayuhan nas, o njerëz, thuni la ilaha illa Allah tuflihu, thuni la ilaha illa Allah do shpëtoni." E kishte me plot zemër, me sinqeritet e kishte pejgamberi alayhis salam. E na, nëse si o xhallar, apo si kryesi xhamis, apo si xhamat më i rrethët xhamis, i gjujmë njerëzit kush ka parë t'i afrojmë ka xhamia më shumë se kemi nevojë për këto, atëherë nashta një javë, një muaj, dy muaj e mat një. Ama ai nuk kanë çash në ditë ka me të kuptuar thotë që bëj këtë. Këto veç për parë kanë të më dash.
Me mordën e me ulat me mësu abdesin. Çaj parelia, e keni pa shpesh, ndona për xhamia tash nuk janë ke njerëz të ditur. Vend një është pareli me kravatë gjithat mirë, ka kush të mira. Edhe pse shef hoxha tu mor abdes gabim, nuk ja prishi çdo ty. S'pi foli se po na ndot diçka që na largohet pe xhamia, ki ka parë. Apo ban diçka e kesh në xhami, s'di me fal namazin mirë, hoxha mundohet mos t'i folë, thotë, le çish duhet të falë veç se po i kthen ai çish që na largohet pe xhamia. Dhe më thotë ja si jetë dash për Allah. Nuk jetë ja dash të mirën. Ti jetë ja dash ti vetëm parë. E sa për parën, një ditë edhe ai ftofët largohet edhe hup edhe parë, hup çaj xhamati. E qëllimi jonë është që njerëzit të afrojnë për xhamia, ta praktikojnë Islamin, ta adojnë Allahun, ta adojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ta praktikojnë Islamin aq sa mundën dhe si të mundën, por le ta praktikojnë Islamin me dije. Por me praktikuar Islamin me dije, hoxha duhet me dhënë kontributin e vet e me mësua xhamatin e vet. Që sa vjet imam ke xhami që 15 vjet. Ku çka kishte gjithë sa xhamat s'di me mor abdes. E shka ki boboxhat që 15 vjet tani. A kafe ki pi, gjokera ki lyt me xhamatin tan, si pun haram janë, letra ki lyt me xhamatin tan, haj me xhamatin foto me bon, ka ujë, ka jo ka parke, po te aparati i imama. Ta veç imam me dashni përpara më fal namazin xhamatit tana. Që jo 15 vjet xhamati jo 70% s'di me mor abdes. 70% nuk din mu fal. 70% nuk din kur për Islamin gati se kur gjën herë. Çka ki bën 15 vjet? Po punë kam një rrugë, ta marr rrugën edhe. Veç mos harro se duhet më dhon llogarin ditën e gjykimit. Prej suneteve të harruara apo që ka qenë praktike e pejgamberit alayhis salam është të mos i ndërpresësh njerëzit kur flasin. Kur je të fol me dikonin, aja ka filluar me fol, ndëgjoj ç'tash. Kur ta krin ai ta mbaron, atëherë merr fjalën ti. Edhe ndëgjoj me vëmendje çka po thot. Nëse ka në këshill të mirë e merr, nëse gabon dikun pastaj këshillon. Amo nëse nuk e ndëgjon, ku e di ti ja foli mirë, foli keq. Se ki pa shpesh na kurrina, dëna nuk e ngon as kanë tu fol. I tu mendu ç'ish më akthi, çka më folën apo i të prit momentin ai ku të nalt me mor frim, pak ti çam mirësh mohabetin. Edhe ta vazhdojsh ti atë. E pejgamberi alayhis salam prej sunetit të tij apo sjelljes të tij ka qenë se nuk e ka ndërprer dikoni kur akon të fol. E ka dëgjuar deri në fund, pastaj nëse ka pas me shtu diçka pejgamberi alayhis salam i ka fol. Nëse jo, ka hesh. Nëse ka pas diçka me këshilluar, ka këshilluar. Por ndryshe ka hesh. Ama jo na mu mundu ku po mbledhen ka 10 veta me net. Rrugë të fol për një herë, një sa të nalt me mor frim pak të pushoj atë kap, ja merr edhe ja lën gjis mohabetin. Nuk ka kjo prej sjelljes të muslimanit. Po ashtu të mos kërkosh një vend të caktuar në mexhlis, me një neje kur të hesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mësuesi njerëzimit, i më i dashur i Allahut, krisa më dashur i Allahut. Kur hiqen mexhlise, vetëm e shikoj ku ka një vend lirë çati olke. Qoftë të dera. Olke çatinë. Jo me hi. Pasi të mba, i në maron me hoxha i. Çuve të pjati? Edhe në kretë sobës. Zi hoxha, nëse dojnë ato me të respektu me të në kretë sobës, falim dhe, po nëse nuk dojnë, të mos me force mu më role, mi varë hundë, që s'pa t'ulli në kretë sobës. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka bon këtë, kush jete? Me dy vjet shkollë, me një diplom magjistër, doktor kujt diçka, tash me talshu vënë. Po që nuk talshojnë. Ato varë pjati, dojnë me të respektu, nuk dojnë me të respektu, ti me zorë suni, çon me ta bon vënë në kretë sobës. Tash normal, ti banuj sjellshëm, tash edhe xhamati bën sjellshëm, e presjell atë thonë se hini hoxha, hini dikush më vjet po ja lëshojnë na vënën. Tash lyn vënën. Am jo ti me zor mish ti njerëzit. E jo më role me var hundë se s'po ta lëshojnë vënën kretë sobës. Pejgamberi alayhis salam hikën në dhomë, e shikën një vend të lirë çati olke. E kjo është prej sjelljes të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe prej sjelljes së një muslimani të mirë. Pra kur të me një mezhlis, mos kërko me ta bon vendin në kretë sobës, po nëse ta lëshojnë një vend, faleminderit Allah ju shpërblet. Nëse jo, ku ka vend çati olë. Po ashtu prej sunetet të harruara, apo që shpesh nuk i bojnë, është thonja bismillah para se me hongër dhe me pi. Në suneti pejgamberit alayhis salam, por kisha fillosh me hongër apo me pi, me thon bismillah. Çka do ko? Një i thapse në çaj duhet me bu bismillah? Po pi është halal. Çaj do pi diçka halal, po. Edhe në çaj ban bismillah. Edhe në Coca-Cola këtë pesh, edhe lëndje tjera, kafe, ujë, buk, amëlsina, pemë, shka të hajsh, diçka shka është e lejueshme, ban bismillah. Pse se me atë bismillah kërkon bereqet e Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse ka diçka jo në të keqen e diçka, ndoshta bon se veç e fjala bismillah të mbron prej domit asajna.
Se i të kërku ti bereqet prej Allah dhe mbrojtje nëse ka diçka. Koj diçka mund me pas ai ushqimi. Edhe këtë nuk do të harrojna, pra ta mësojna si fëmijët tonë të rritim me këto fjalë me bismillah kur haje buk me bon bismillah, kur pije ujë me bon bismillah, kur të hinë në shtëpi me bon bismillah, kur dalë prej shtëpisë me bon bismillah, kur të bjerë me flet me bon bismillah, kur të vjeshe të eshët me bon bismillah, kur të jepash në kerr me bon bismillah. Domethënë çdo punë të mirë që të lejosh në Islam që e ban bismillah. Mësoj gjuhën me thon bismillah. Se nuk ka shumë rënd, as nuk kushton kur gjë. Po ashtu suneti pejgamberit alayhis salam është kur të pish ujë, të pish ujë ulur. E kur ta mish gotën me pi, tash okay, nashta tan ditën ke agjeru apo tan ditën i lodhin nxe, e dim se i etur, tu ka tër fiti, ne do të thon tash morni litat e gër mos më nal hiç. Se e para është e dëmshme për trupin tan. Hadi me pi këta litra, kështu hiç pa ndërprej. Se pejgamberi alayhis salam nuk na ka thon kot e kot me pi me 3 herë, por që një gotë me pi me 3 herë. Me pi një herë bismillah e pi, e largon prej gojës, merr frim, apo e përziti bismillah, e pi përziti, e largon, merr frim, e përziti bismillah, e pi edhe e krin, edhe për trupin për shëndetin është më e mirë, edhe për luksin dhe për çdo gjë, se ka dalë që na juj. An kur ta mirësh një litër, atëherë mos e akuzo kërkonin përveç se vetvejtës tonë. Mor gër atë një litër. E suneti pejgamberit alayhis salam është këto, ta pish një pjesë, ta largosh, pastaj bismillah, e kështu ta pish me radhë me 3 herë. An suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej sunetit pejgamberit alayhis salam është ta përdorësh dorën e gjatë për me hongër dhe me pi, kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sunet. Nuk do të thonë se haram nëse ha me çmajtën. Ama mundon sidomos fëmijëve, se fëmia pi vol nuk e dhe me thonë duhet me hongër. Ati thonë të vije malet me çat. Apo nëse ato me të majtën me mësu me gjatën me hongër, me dorën e gjatë. Pse sa është suneti pejgamberit alayhis salam. Dorën e gjatë ai ka përdorur për shenjtë e mira. E dorën e majtë ka përdorur për shenjtë se të fliça, për shembull, ta kish nevojën e mu pasru, istinxha me bon këto me dorën e majtë. Ama për punë të mira, me hongër, me pije, me përshëndetje, atë dorën e gjatë. Për mu vesh, për shembull, ka filluar nga ona e gjatë. E gjitha këto janë sunetet pejgamberit alayhis salam. Nuk na kushtojnë ti po veshësh se po veshësh. Ti je të hongër si ton, po pse po ha me çmajtën, ha me gjatën. Ti po pi se po pi ujë, po pi me 3 herë. Ti ashtu është kime, po ja fillon me hongër buk. Ti ja fillu bismillah. S'kushton kur gjë as 1 sekondë në këtë merr. Veshën, po veshës, nisha pikona e gjatë. E këto sunete, këto vepra na duken neve nashta shumë thjeshta, a më shpërblime kanë. Kanë shpërblime te Allah subhanahu wa taala. Po ashtu larja e duarve para hajës dhe mas hajës, para ushqimit, mas ushqimit, mi la dur. Se çka mos ke prek, i la dur pra se me hongër ushqim, edhe mas i të hajsh ushqim, suneti pejgamberit alayhis salam, se vao me fitu. Edhe kur ti lash dur, nashta shumica i lajn, am nuk i lajn pse janë sunet, se çashtu i ka me. Jo, kur shkosh mi la durt me atë nijetën sa suneti pejgamberit alayhis salam piloj para buke. Se kemi thonë shpesh niyeti në disa raste, niyeti adetin e shndron në ibadet, në adhurim. Për shembull, nëse shkon ti veç mi la durt para buke, se çashtu ka me diçka se mhan, diçka sun ha buk pa i la durt. E veç shkon i la durt aki se vapi ski se vapi. Po nëse po shkoj piloj durt para buke se është suneti pejgamberit alayhis salam, ki se vapi. Me hongër buk. A ki se vapi, s'ki se vapi, nëse e ban jetë me hongër buk, për mu forcu, me mujtë me falë namazin, me bon davetën, për islam, me punu diçka, mu kujdis për familjen, ki se vapi në të ushqimit ta. Me ra me flet, a ki se vapi, nuk ki se vapi me flet. Por nëse e ban jetë për Allah, mu forcu, në isë mu që me falë sabarit, pasaj me shku në punë, me fitu pasurin halal, krejta i gjumë jetë logaritë se vapi. Në thonë një jeti, e ban një jetë, e shëndron atë dietin ta, se me flet, ashton ki me flet. Po bile çaj gjumin të fitojsh se vapi. Po ashtu prej sunetit pejgamberit alayhis salam është mos bësh fjalë për ushqimin, nëse ulesh tavolinë dhe një ushqim nuk të pëlqen, apo sa don lukthi, mos bën fjalë, me bën histori, shka ky ushqim s'dini marrë që të shka tu, mua ashtu, kështu me ta bën histori, thu ti se ato farze ka obligim ai me ta bën ti, ke çato se isha di ka bën. Sidomos tash në për Ramazan. Disa gra e kanë tutën me ardhi iftari. Pi burrat tinve. Në për shpija, pi gjallit, ndoshta, pi vllavit. Tut e kanë, kësi të bon të gjinia e ka panika. Që nisë më ofru iftari, kush e dëron shtë këtë? Haj ka me gjithë diçka, ja s'pas ka kryp, ja pas ka shëm, ja pak, ja shëm. Kurse një qëllon, adi? Ja shëm e nëzet, ja shëm e ftop. Pse thu se dikush i ka fajt atina. Ty nëse kja gjru për Allah, s'kja gjru për mu. As për grujnë, as për non, as për kërkonin.
Pejgamberi alayhis salam udhëheqë zotriu i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku ka hyrë shpejt vetë njëherë, gruas vet, a ka më ngë diçka? Jo, Allahumma inni saim, o Zot, pa xheroj. Ai ka dalë peshvije. Nuk ka ulë atë me bon histori, me thime xhama, me dire, me shka xhanç atë tavolina, të s'keni marru bukën për kanë tu punua, shka bani gjithë shpe, kujt diçka. Nuk ka sjellje e një burrit me plot fjalë, me plot kuptimin e fjalës burr. E s'ka nevojë prej sunetit pejgamberit alayhis salam është mos bësh fjalë për ushqimin. T'pëlqen, bismillah, alhamdulillah. S'pëlqen, prapë thuaj alhamdulillah. Se dikush edhe çat nuk e ka. E nuk ka shbornite me bërtite, me thi tavolinë, sahane, kësisejna për shtëpi, mu ka du kishe burrnja, unë e hala kollna. Po shko për shërop edhe të kalon, hala kollna, unë e kollna. Po dhe sa është burnia me të kollme. Unë e kollna në shpe, hala unë kollna në shpe, unë e gruja ma banket, gruja ma banat, unë e burr jam bosi, malë bosi shka ka ne. Sa është burni, mos i ma burë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ai zotri ka i mbi 7 qilla, ka zbrin to, e do nërë nëllët e ti vet i ka kajp, do nërë tesht e ti vet i ka kajp me dorët e ti, do nërë vet ka punu diçka në për shtëpi. Ma jasë të shqiptarët burit punuje e qesin me një list tjetër. Ja hekin atë burë një lokën me njëherë, si jetë i burë. Ta shti po të regosh ma burë se pejgamberi alayhis salam, e su një vjen kur kun hishti pejgamberi alayhis salam. Nuk është burnia me mrola, me të bërtit me thime. Burnia është me qenë modest, burnia është me qenë i thjesht, burnia është me qenë i sjellshëm, burnia është me qenë i butë, më konë i dashëm, më konë i sjellshëm me sjelljet me moral islam. Nuk ka burni që shkallëzon disa burra. Mostieqe dhe i të gjithë ato mostieqe, mi bon këto punë shpes ka hijeti. Për që të bani mostieqe 2 metra, mostieqe nuk ban burë. Po është në prej sunetit të pejgamberit alayhis salam është të mos frish në ushqim apo ujë. Kur na dëner ushqimi është i nxehtë mi fri, pejgamberi alayhis salam na ka ndaluar nga kjo. Jo se është haram, po nuk ka shmim pse se njëri kur ai frimonia, kur ta thithë ajin dhe këta nxjerr jashtë me atë frimën tonë dalin bakteriet, dalin sende. E thot pejgamberi alayhis salam mos mi fri ushqimin, se ti nëse i frin aty ushqimit, çato bakterie që po dalin prej mrenda kanë marrë në ushqim të prap klop mrenda pishte. Dhe prej sunetit pejgamberit alayhis salam që mos t'ju frihet ushqimit apo pijes. Çaj, këta mirëshin nxehtë, ti fri pak ta ftofi. Po le pritet pak edhe sa kris. Edhe kjo është kjo pak. Asë që i menë bile se janë sunet. Të mos ngohë për shtejpër. Prej sunetit pejgamberit alayhis salam është të mos ngohë për shtejpër. Allah xhaleshan thon Kur'an kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hani e pini mos e teproni se vërtet Allah nuk e don ato që teprojnë. Aty me tepru më. Se teprojnë disa sulven taravitën. Ashin të shtëpia, s'ja merr meja mu me zhlip të kerë me orë në xhami. Çat çam se ka hunger. Edhe ka për atin, me të vërtet ka për atin. Allah thot deri këto. Po se çu deri këto bëj këto. Thot deri këto jam mush, s'moj. E dietar çka thonë? Kush ha shumë, pi shumë. Të normal ku të haj shumë keni pa. Mos i të haj shumë të mushët, tash ndaj uji ama ose me pas ndaj Coca-Cola original apo ndaj Fanta original, edhe pse të ma shkrinjat, të ma zbuti ushqim mrenda. E kur të haj shumë, pi të na shumë. Gër 1 litër. E thonë kur të pi shumë, të na shka lip, na lip pak një 10-15 minuta. Ama të 10-15 minuta në shkujt disa hatë. E kush ha shumë, pi shumë, kush pi shumë, flen shumë, e kush flen shumë, hup shumë. Që shkon me taravih, shkon me jatësie, me ajo, me plot, sejnët mirat shkojnë. E pejgamberi alayhis salam, jo se e ka tepru dënjarë pejgamberi alayhis salam, se ushqimi pejgamberit alayhis salam ka qenë në 3 deri në 9 kafshatave. Luqaimat, ku thonë, është prej 3 deri në 9. Dhe kur ka hongër pejgamberi alayhis salam, prej 3 deri në 9 kafshata ka hongër. A më tash duhet me kallëzu çfarë kafshata ka hongër. Jo këto tonët. Gjymskëllë buke me një dorë dhe me një kafshat gjymskëllë buke. Se për ndryshe edhe po dalin sa, po dalin 4-5 kg bukë. Me 3 gishta ka hongër pejgamberi alayhis salam. Sa kanë me ka këto 3 gishta? Do të thonë me 3 gishta një kafshate ka llogarit. Pin 3 deri në 9 ka hongër. Po donjëherë s'ka hongër, edhe më pak ka hongër, banakim me 3 ka kalu. E pejgamberi alayhis salam, i cili ka mujt me hongërve për ditë kanë ideve me japrej me shtrinjë përpara që ja kanë propozuar banorët e Mekës. Si ka thonë Muhammed, nëse do më bën mbrojtje jon, bano. Nëse do pasuri që japi pasurinë më shumë, nëse don me zgjedhni gruën më të bukur me martu, zgjedhë cilën dosh. Veç largon nga kjo thirrje.
Dhe me thonë, i propozumë shka mos. Me pas dash me bo mbret i Mekës, kam për mi kome, për çdo ditë kanë i djeve për para me ja pjeka te, kish mujt me bon qatë. Ama jo. Dhe me thonë, shqimi të ishte me 3 gishte, hajke pjen 3 del nën kafshata. Nuk kanë go. Bile dënja ka pas rast për nga mera në islam ku ka hongër diçka mirë, ka dalë dhe ka fillu me qajt. Ka thonë, pëse për nga mera Allah të po qajt. Sot po për këtë kina mu pinë ditën e gjekimit. Kina me dhënë llogari. Njëzit me shokët e ti, ku ishin lidhë barkën, lidhë për nga mera në islam, lidhë Abu Bekri, lidhë Omeri. Këtë kanë lidhë barkën, s'kanë pas ka me hongër. Nije kjo s'na kanë duhet kur, na muj me lidhë barkën dënerë, si kina hongër shumë pak aty, mos me na dalë barke. Pejgamberi alayhis salam natën ka dalë me shokët e tij me Abu Bekrin, me Omer, me njerëzit më të mirë, ka dalë na për Mekë, na për Medinë të hes, për çka të nxjerrë o pejgamberi Allahut këtë natë, thotë ai shkojnë nxjerrë juve. Uria, s'kan pas ka me hongër. Tash na dalim me hes dënerë natën. A më jo pi uria, se kena hongër shumë. Duhet me dalë pak më shëtit, me gjek diçka ushqime. E shkon pejgamberi alayhis salam me këtë sautin, ai shkon te filoni sahabia ku i pasër, ka pas hurme, ka pas qumshte kësi ushqime të mira, të shkojnë ata i hajna. Edhe shkon pejgamberi alayhis salam thotë jam të ardhur me filoni ka përmend. Hajnë disa hurma të mira, ujë të ftohtë, sinë të mira. Edhe ku del pejgamberi alayhis salam, i thotë a dini se për çfarë kena me dhënë llogari? A ditë, thotë Allah që lëshon Kur'an, a ditë kur të pyetni për të mirat që ja u ka dhënë Allahu. Ki me dhënë llogari. Jo se ki më gjuna, jo se ki më dënu për këto, a më ki me dhënë llogari. A thonë dietarët, halali i kësaj bote është llogari. Botën e ardhshme, ki me dhënë llogari. Harami i kësaj bote është dënim botën tjetër. E shka thot pejgamberi alayhis salam, mala ibn Adam wi'an sharran min batni. Thot biri Ademit nuk e mbush ndonjë enë më të keqe se barkun e tij. Enën më të keqe që e mbush, që atë pronë e mbush është barku i tij, lukthi. Dietarë thonë barki, stomak apo lukthi është shtëpia e sëmundjeve. Merr këtë ambël, thart, e pik, pa pik, e ftoftë ndja, ke çka xonja, të veç fshi, ke, të na okuko. Okuko të na pritë sëmundjet. حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Thot mjafton për birin e Ademit disa kafshata. Që kjo disa kafshata luqaimat i vjen prej 3 deri në 9. Nëse na ato prej 3 deri në 9 kena ato para hirja, shej thonë atë të ushqimit. Po thotë që ti mbajnë shtillat kurrizore. Çto luqaimat, kafshata, thotë nëse patjetër duhet të hajë më shumë, e ka patjetër pak më ngradi më shumë, thotë atëherë le ta ndaje 1/3 për ushqim, 1/3 për pije, edhe 1/3 për frymorje. E tash njerëzit që shton kur të hajnë në tavolinë, se këtë kena hupa sunet pejgamberit alayhis salam, te kena lënë sofrat, janë djegë ku na kanë prishë, na kanë larguar, hajde tash moda me dal tavolinë, nulse, stenë, mejnë me hon këtë tonë, to këtë janë për më na largu nga sunet e pejgamberit alayhis salam. E tash ku tulesh në tavolinë, kur s'ke më shumë me dal 1/3 për ushqim, 1/3 për pije, 1/3 për frymorje. Pse? Se ç'më moti, s'u kemi bën vit me thonë deshën pe mushit, deri këto pe mush me këtë. E si motet ajo? Më ul si ja ul pejgamberi alayhis salam me hongër buk. Si ja ul në komën e majt, e djathën e ka majt të përpjet. Hajde lut. E çashtonë. Ne këton kamerë se shohin. Suneti pejgamberit alayhis salam çashtonë ja ul. Pse? Se ku të ulesh çashtonë 1/3 vetëm me mshël poshtë, mshëllat. Ku të ulesh çashtonë si i shtrënt pak çashtonë. E pastaj ku të nginjesh, ku të ngopesh me thonë s'po muj më, veç pjesa poshtë ka me të zbrast apo. Pastaj ku çohesh ai kada të shafu, që një pjesë në për frymorje. A që është që jemi në karrike, normal se së në morë mi frimë të na. Me të vërtajt, ki po, në është edhe mund, do dhe këtë në ndo. Së në qoshve për karrikës, do është pak me fërku barkin, mi bo pak masaj, me a gjithë, me a bo një bile të voldi ku me morë frimë, se frimë së po merë. Thu të se që kjo është haja fundit, mos kanë me të lo me hongër. E këto është sënejtë, qëto sënejtë pejgamberit alayhis salam, shumica prej neve i kemi la onësh, apo edhe i kemi harru, apo të thush pasaj alhamdulillah mas ushqimit, apo kur të shtitë dikush, me thonë alhamdulillah, që ti thotë yarhamukallah, ti ja ktha një hadina ve hadikumullah, han këtë luqe. Nuk kënosh të bon luqe se vape. Ti të shtit dikush i thotë alhamdulillah, ti thotë yarhamukallah. Po të hoqëm shka me thonë çdash? Së di burri, plak se di Allah shka me thonë. Jo thjesht me thonë yahdina ve hadikumullah. Se vape, po lutesh edhe për atë, edhe për veten po lutesh. Nuk di çka më thon. Ti gjithmonë gjatë kallzon apo nesër e harron. Pra kur të shtitet dikush thot elhamdulillah.
E falenderojnë Allah, se thuhet se njeriu kur të shtin çat moment, çat sekundën e vogël, më pas një sekondë nalet zemra. Kur të shtit pastaj fillon zemra prapë atë, a më shumë, ku di sa shllogërit ajo, pak atë, se më nal në sekondë më nuk vëhes më. Edhe e falenderojnë te Allah për çat mirë. Tona që i thotë yerhamukallah, Allah të mëshiroj, i thotë yahdina wa yahdikumullah, Allah në udhëzon neve dhe juve. Luçi më bon. Të flesh në anën e gjatë. Ashtu suneti pejgamberit alayhis salam. E jo që të vinja gjumi mas mirë të i ka në shpina, në barka, në shmajta, me kritë e posha, me kritë e nalta, krejta, se mu valla shto më zë gjumi. Po dush që shta mësoj gjumin, që ashton zë gjumi. E suneti pejgamberit alayhis salam është me ronë në gjatë, me nu faqen në shuplakën e gjatë, edhe në qatë kra, edhe pozita është me mirë, edhe gjumi është më i pushëshëm, amo edhe i e më i gatshëm. Pse ka flet pejgamberi alayhis salam, që ashton, se njëri ku flen që këtë pozita është më i gatshëm për mu qumë. Ma letë që a ku të bëjnë shmajtën në shpinë e barkës, gjimë sati duhet për mu qumë. Se në pi barkës duhet mu këthin në shpinë. Të në pi shminë dhe që ishën kralë me nejtë një 5 minuta, dhe sa të fillon, aja të në ma gjimë sati nëzë mu qumë për i gjumit. A pejgamberi alayhis salam ka fletë në anën e gjatë, në sunnet, flesh në anën e gjatë, se është pozita me mi për mu qumë pastaj. Të vizitojsh të sëmurit, të përdorësh datë mëngjesit dhe në mbrëmjes, të fillosh çdo punë të mirë bismillah, të mbulosh enët e ushqimit në mbrëmje, të kërkojsh leje 3 herë para se të hish dikon të dëni shtëpi. Jo misin shtëpitare, se ne filan ai të klap derën brenda, një pashamia që është i vesh asaj vesh një të hyn në shtëpi. Po shtëpia vllavit apo në shtëpia vllavit tash, po është gruaja vllavit aty, motër se ki, as gruaja se ki, as nën se ki, ka dalë, ka rejnë. A pejgamberi alayhis salam na ka mësuar ku shkosh dikon me trokit 3 herë derë, trokit në herë prit. Edhe çish është me nejt para derës, jo bashkë diku mund mi pa kricën ku çelë dera. Si anësh rreshno, i mshon derë se rrej anësh. Ku ta çelë derë mos me trasin me pasën e mrenda. Një herë, në ditën herë, në tretën herë, s'të çelë dera lirish kthehu. Edhe mos jese ha treç. Me no mirë, pa pse s'ma ka çelë derën. Është suneti pejgamberit alayhis salam, pra 3 herë me kërku leje. Nëse nuk të hapet dera, kthehu. Ma shumë mos ban. 4 herë, 5 herë më bon therr atë. Po nash as po do më çel derë, do më ta çel, do shpia vetash. Ti më zorën e çon. Leti është ka me dhon llogaria për gjithësitë aty, leti ti tuhet maje. Përgjithësia ime shkon dhe drejta ime me troki 3 herë, s'ma çelën më kthejna. Jo të mu nal më xhiku, pse s'ma çeli jashtë jo këto. E çdo sunete që ai folëm sonte ka plot tjera me 10ra me qindra ka, I kemi harru, I kemi la anësh, edhe ku I kemi la anësh, edhe shumë se vap kena hub, po edhe jemi ku jemi sot. Pra përderisa nuk e ndjek në rrugën e pejgamberit alayhis salam, nuk do të jemi të lumtur në këtë dunjë, punë kanë me shku këtë të përzime, këtë të llovetme, e inshallah Allah xhallahu shanuhu na mëson që ta ndjek Muhamedit alayhis salam në çdo hap. Sahabët që kanë ndjek, që janë mundu me ndjek, se na si sahabët në ndjekmi, po mu mundu si sahabët e pejgamberit alayhis salam. Abdullah ibn Umayr atë shumë se kanë ndjek gjurmët e pejgamberit alayhis salam, një herë të hejt rreth një pemë se uli krijen. I tha njëta, pse ule krijen? Tha njëta se nja ku ka du pejgamberi alayhis salam shtone, kjo pemë ka pas një djeg. E pejgamberi alayhis salam ku kaloi uli krijen, aty mos I mshuhet djegas. Thotë më tash nuk kanë djega, po ne veprova si ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Çe dikush thotë po kjo tepër po gjë. Po taj po ato tjerë të iknohen, që të çka po duket ai po. A ditë gjithmonë ashim kapit të çesh nga pak më rrallë çka bën, po çka kjo tepër, pse ato tjerë të iknohen, që ai bën e kreta. Të ato tjerë më thjeshta që janë, më të përditshme që janë, bismillah, mu vesh ka una gjatë, mu çish mu deshe, çish me dalë, çish me hi, këto I kena lënë krejt. Inshallah Allahu xhallahu shanuhu na shton diturinë dhe na mëson të punojmë me atë dituri. Ta praktikojmë sunetin e pejgamberit alayhis salam, po para sunetit ta praktikojmë në farzin e pastaj sunetin, të ndjekmi gjurmët e pejgamberit alayhis salam, se me të vërtetë janë mësime dhe këshilla për jetën tonë. E lutem Allah subhanahu wa taala të na pranon agjërimin tonë, lutjet tona të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund të lutem Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.